Unë nuk shoh asnjë arsye që ne ta forcojmë edhe më shumë këtë pozitën se sa që është. Sepse ata i kanë 57 vota. Munden me pru vendimet që dojnë. Për mu LDK-ja mundet më forcu ma tepër në qoftë se zhvilloni opozitarizëm të fort, edhe ma shumë ndihmon Kosovës me një opozitarizëm të fort, sepse pushtetin Kosovë duhet këtë opozit të fort. Në qoftë se LDK-ja ose PDK-ja shkojnë edhe i pashkangjitën në vetëvendosjes, atëherë ne do të kemi një qeverisje në Kosovë pa opozit. Unë nuk lidhe me të kalumen me historinë që a kemi bërë opozit mirë apo s'kemi bërë. Por kjo që tash është, me 57 deputet në kuvend të lëvizjeve vetëvendosje, është domosdoshmëri që ne në Kosovë të kemi një opozit të fortë. Ajo që ka ofru asnjë program. S'ka program të lëvizjeve vetëvendosje, se çka lëvizja vetëvendosje do të bëj këto 4 vitet e ardhshme. Totalisht s'ka. Lëvizja nuk ka tregu se si do të rirregulloj marrëdhëniet me Shtetet Bashkuara të Amerikës, me Bashkimin Evropian, si do të integrohet në Bashkimin Evropian, as VV-ja, as presidentja, as presidencia, as kush. Ajo numrat i ka me bë qeveri, numrat i ka me konstru kuvendin, numrat i ka si ka pastaj me zbatu vendimin e gjykatës kushtetuese, sepse gjykata kushtetuese ka thonë qartë me këtë gjykimin e fundit që nënkryetarët që vjen nga lista serbe, në vërtetë jo nga lista serbe, por nga komuniteti serb, do të propozohet me shumicën që ka komuniteti serb në kuvend. S'përmendet lista sepse as në kushtetutë nuk përmendet parti politike e komunitetit serb që ka themi 9 deputet prej 10 deputetëve në kuvend. Deklaratat e partisë që ka qenë pushtet edhe që ka dalë para tash, dje kanë qenë në një formë kanë kontestu gjykimin e gjykatës kushtetuese. Në qoftë se e kontestohet, pastaj është problem se edhe sa kuvendi do të mund të konstituohet ose sa konstituimi kuvendit do të jetë. Po tash po duket që ka vështirësi. Ka vështirësi në atë është hapi i parë i vështirësisë. I procesi është shumë i rëndë. Procesi është i tillë që nuk e ka paramenduar askush. Sepse unë kam qenë kryeministri i Kosovës kur është vendosur mbi ndryshimet kushtetuese për themelimin e dhomave të veçanta. Edhe kur është dhënë përkrahje kësaj, të marrë parasysh se neve na i kanë bërë qartë që nëse nuk e bën Kosova këtë gjykat, do ta bëj Këshilli i Sigurimit të Kombeve të Bashkuara. Janë akuzuar për trafikim të organeve njerëzore, s'është vërtetu asgjë nga ajo akuzë, ka heqë dorë edhe prokuroria për atë akuzë. Janë mundu pastaj të akuzohen për sende, do të thotë për cilat totalisht nuk është bind opinioni se ato ekzistojnë, janë trajtu keq, sepse janë përgju. Do të njerët janë mbajt në burg edhe janë përgju. Unë mendoj që ata duhet lirohen. Jam i bindur që meritojnë të lirohen, nëse jam i bindur që totalisht ka asnjë argument që ata i fajson për atë që gjykata ose prokuroria në vërtetë e akuzon atë mirë, po si e ne që vendosim në Kosovë, sepse vendosin organet e tjera, por unë mendoj se liria edhe drejta do të jetë e barabartë, si për njerëzit e Kosovës edhe për njerëzit e tjerë në Bashkimin Evropian. Se si nuk e përkrahej Bashin tani si ndërhyrje në punë të gjykatës, sepse asnjë mash nuk ka qenë ndërhyrje, por si shprehje e opinionit, si kërkesë për ligjshmëri, për barazi edhe për mos politizim të kësaj gjykate përkrahej plotësisht edhe me mujt edhe vetë isha dalënte, por po kam qetë problem që po duhet më umajt në shtag edhe në Shkop edhe s'po mund.